prefekturës Tiranës. Po të ndjekësh dinamikën e ndryshimeve të ligjit për prefekturë, nga krijimi deri më sot, Vrensa i ka kaluar në një kalvar të gjatë ndryshimesh dhe ende s'ka rënë në shtratin e Turr, ligji për prefektin e Qartë. Koha dikton nevojën për një prefekturë sa më aktive, dinamike dhe vetvepruese, për të përmbushur misionin që ka ky institucion. Projekt ligji për ndryshime në ligjin për prefekturën e Qarkut synon të forcojë rolin e prefektit si përfaqësues i Këshillit Ministrave në nivel Qarku dhe të qartësojë më tej funksionet e tij në koordinimin institucional. Sipas ndryshimeve të propozuar nga prefekti, nuk mbetet se vetëm në kontrollin e ligjshmërisë, por fiton një rol më aktiv në bashkërendimin e institucioneve qendrore me njësinë e vetë qeverisjes vendore. Me parametrët e paraqitura, ende e kufizon funksionin kryesisht në dimensionin koordinues dhe monitorues pa shndërruar në një autoritet faktorial, me efektivitet të lartë në garantimin dhe zbatimin e politikave shtetërore në territor. Terminologjia e përdorur rëndom si koordinon, bashkërendon, angazhohet e tjera, e sfumon autoritetin e prefektit dhe e kthen atë në një garnitur, duke zbehur kompetencat dhe vendimarrjen që duhet ketë prefekti për problemet kryesore që kryejnë bashkinë dhe veprimtarinë e tyre. Ka shumë probleme që me specifikat e tyre kërkojnë trajtime të veçanta. Por ajo që është më e rëndësishme ka të bëjë me të kuptuarit esencialisht se prefekti ndjek veprimtaritë e pushtetit vendor dhe ushtron kontroll mbi tonë zbatimin e vendimeve të Këshillit Ministrave dhe institucioneve tjera të larta shtetërore. Po të zbresësh në ashensorin e kompetencave që ka prefekti, Vrensa ai është një faktor kyç dhe një aktor kryesor në marrëdhëniet me pushtetin qendror dhe atë vendor. Në këtë prezantim prek shkurt disa probleme thelbësore, pa pretenduar të ballafaqohemi me problematikat e shumta që kërkojnë një trajtim të veçantë, që prefekti i Qarkut të Tiranës, Zoti Shkëlqi Majdani, ja ka relatuar me një shkresë të veçantë institucioneve përgjegjëse si drejtorisë politikave dhe administrimit territorial në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Nisur nga përvoja 100 vjeçare e rrugtimit të këtij institucioni të rëndësishëm të shtetit shqiptar, ka nevojë që ndryshimet e pritshme ta ngrejnë në nivelin e institucioneve të ngjashme, homologe europiane, si Itali, Francë, Turqi e tjera. Në hartimin e projektit për prefekturën po të dëgjohet zëri i bazës dhe të respektohet përvoja e përparuar e ndonjë qarku që ka qenë i suksesshëm, mund të arrihet një projekt ligj model, siç ta mëson filozofi ynë i madh Sami Frashëri. Në rast se kanë në botë 2 filozofë që nuk gabojnë, njëri nga këta është eksperienca. Si përfundim mund të themi se në këtë fazë reformimi institucional, roli i prefektit nuk forcohet jo si një autoritet paralel me ministrinë, apo me institute të vetë qeverisjes vendore, por si një garant i koherencës politikave shtetërore në territor, me rol më të plotë në planifikim, raportim, emergjenca dhe mbështetje e reformës territoriale. Kjo do të bënte që institucioni prefektit të ishte më funksional, më i përgjegjshëm dhe më rezultativ, për një administrim sa më bashkohor në territoret e Republikës Shqipërisë. Ju falenderoj për përgjegjësinë.